Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdërojmë, qojmë salavat e selam e pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, kemi mbetur tek ngjarjet që ndërlidhen me Tebukun, me betejën e Tebukut në përgjithësi, pra do të qëndrojmë edhe disa derse në këtë ngjarje. Javën e kaluar e kemi përfunduar ngjarjen e Ka'b ibn Malikut dhe kemi përmend disa mësime nga kjo. Sot do të vazhdojmë me disa ngjarje që prapë ndërlidhen me udhëtimin ose pak para udhëtimit në Tebuk. Për arsye se na, si e keni parasysh, ndoshta Ka'b ibn Malikun do të kishim mujt me e shpjegu pas kthimit prej Tebukut, mirë po e kemi përmend për shkak të zhvillimeve edhe disa ngjarjeve që i kanë parapri këtij udhëtimi, prandaj edhe e kemi mundem me thonë e kemi përmend pak më herët, për arsye se si kronologji kjo ka ndodhur mas kthimit prej Tebukut. Po sidoqoftë, për me kompletu ngjarjen e kemi përfundu pra javën e kaluar, 2 javë në përgjithësi atë ngjarje. Sot do të flasim gjithashtu për një ngjarje që ndërlidhet me fillimin e udhëtimit edhe me ajo që ka ndodhur pas udhëtimit. Prandaj ne do të flasim sot, ajo është për Mesgjidu Dirar, i thonë arabisht, që është për qëllim xhamia e përçamjes, me përkthy shqip, apo xhamia që ka synu me i dëmtu muslimanët. Pra do të flasim për këtë, po gjithashtu do të flasim edhe për disa eksese edhe incidente që kanë ndodhur mes muslimanëve, konkretisht në mes të disa munafikave gjatë udhëtimit dhe disa hezitime të cilat i kanë pas ata në përgjithësi. Edhe kjo xhamia e dëmshme apo xhamia e dëmit ndërlidhet me këta munafikat në përgjithësi. Kemi përmend në fillim se si me thonë kushtimisht kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fillu me kërku donacionet, me thonë për me financu udhëtimin për në Tebuk, e kemi përmend se shumë prej muslimanëve janë përgjigj pozitivisht, prej tyre ka qenë kush Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, pastaj Omeri, pastaj Othmani, të cilët kanë dhënë pasuritë jashtëzakonshme, secili prej tyre. E kemi përmend këtë dhe kemi tregu edhe garimin që kanë bë Omeri radiallahu ta'ala anhu me Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu. Prej personave që gjithashtu ka dhënë shumë prej sahabëve që njihet, ka qenë edhe Abdurrahman ibn Aufi. Ky është njëri nga 10 të përgëzuarit me xhennet dhe në disa transmetime përmendet se ka dhënë parafërsisht 200 uqije ari. 200 uqije ari, sa për kuriozitet unë mundova me bë një llogaritje se sa mundet me qenë shuma e kësaj. Uqije në gjuhën arabe tash ne përkthejmë si ok ose ons që i thënë në gjuhën angleze, mirë po nuk është për qëllim ajo sasia që tash është e njohur në kohën bashkëkohore. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një uqije i ka pas parafërsisht 119 gram. E keni parasysh një uqije kur është thonë i ka pas për do të thonë si mas ka qenë, do të thotë si pesh ka qenë 119 gram. E tash here 200 uqije pi bjen sa parafërsisht në llogari që e kam bë, parafërsisht 23 kg ari e 800 ose 24 kg ari parafërsisht. Që kjo do të thonë shuma që e ka dhënë Abdurrahman ibn Aufi. Tash nëse e kthejmë në euro, shkojnë do të thotë qindra, mija, madje edhe milion, Sa është tash ari, parafërsisht e ka te i kalu 100 mishin, 1 kilogram, tash nëse i mshim, përmi 2 milion euro kanë qenë. Pra kjo është shuma që e ka dhënë vetëm Abdurrahman ibn Aufi. Abdurrahman ibn Aufi, e keni parasysh, e kemi përmend, ose ndoshta i kujtohet, është prej atyre që ka bë hijret
pra është prej muhaxhirëve, ka bërë hijret prej Mekës në Medinë dhe ka marrë me veti sa pasuri kur ka ardhur, kur gjys ka pas me veti. Domthonë ka ik në fakt, edhe këtë pasurinë që e ka pas ja u ka lënë aty në për me lënë të lirë. Apo edhe kur ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka pas kur gjë. Mirë po, ka qenë tregtar edhe ka pas bereqet puna e tij, kështu që për një kohë caktuar e keni parasysh që kur e ka vllazëruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me një prej ensarëve që ja ka dhënë njërin shtëpie disa të mira, çai ka thonë ai vetëm trego ku është tregu, ku është pazari. Për arsye se ka qenë tregtar, edhe ka shku edhe me njëherë ka fillu, është marrë me tregti, edhe ka marrë pasuri, edhe ka fitu pasuri, pra kjo është mas sa vite, prafërsisht 9 vite. Tebuku ka ndodhur pas hijretit prafërsisht në vitin e 9, pra mas 9 viteve ka pas mundësi me dhënë këtë shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me financu Tebukun, pra prafërsisht 200 uqije që i bjen 24 kilogram are. Në anën tjetër, disa të varfër që nuk kishin fare çka me dhënë e ninin veten shumë keq në këtë paaftësi dhe pamundësi për dhënje, kështu që shumë prej tyre jepnin atë që e gjenin. Kështu që gjithashtu në sire përmenden disa raste të disa sahabëve që kanë dhënë shumë të vogël. Kemi përmend dikush thuhet për Ebu Uqejli që ka sjell para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në disa transmetime thuhet që kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar për njerëzve me dhënë sadaka, ky s'ka pas çka me dhënë. Edhe çka ka bë, të natën, çat natë që ka kërkuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domthonë natën ka punu me ujë, ka mush ujë, ju ka ndihmu kështu edhe ka shit. Edhe ka fitu një shumë prej 2 grushta hurme. Këta e ka fitu. Edhe pe këtyne 2 grushtav ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë: "O dërguar i Zotit, nuk kam kur gjë në shtëpi. Qyto i kam, kështu që një grosht po ta dha ty për sadaka, e grushtin tjetër pe çaj familjes me hongër për sot ushqim." Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pranuar atë, edhe e ka bë dua për të. Edhe e ka vlerësu këtë veprim të tij. E në anën tjetër, munafikat e kanë shfrytzuar këtë situatë si zakonisht për me i përqesh muslimanët. Edhe ata që jepnin shumë, thonin se ky pe bën për me një mallësi, për me shit mend, për me u livdu, për me përmend njerëzit, edhe para njerëzve po e bën këtë. Nëse vinte dikush sikurse Ebu Uqejli ai dhe japte pak, prapë përqeshin. Edhe thonin që ky po jep, nuk ka për veti, çka i vën, çka i nimon Zotit një grosht hurme atij për me ndihmu, faktikisht e nënçmonin edhe nënvlerësonin. Kështu që në çdo situatë ata flisnin. E keni parasysh, në çdo situatë ata flisnin. Prandaj edhe Allahu i Madhërisht në Kur'anin famlar i ka përmend në surën At-Tauba, i ka qortu edhe thot Zoti i Madhërisht për ta: "Alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi as-sadaqat." Ata që i përqeshin besimtarët që japin lëmosh. Pra i përgojojnë edhe flasin keq ata që japin, pra me vullnet mirë, është për qëllim ata që japin shumë, ata që kanë dhënë Ebu Bekri, Omeri, Abdurrahman, edhe të tjerë në përgjithësi. Walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Kurse ata të cilët nuk kanë çka me dhënë, edhe dhojnë ata që kanë mundësi, sikurse ky Ebu Uqejli që jep një grosht hurme, thot i qeshin edhe ata, i tallin ata, edhe i përqeshin ata, sakhirallahu minhum. Allahu do të qesh me ta, do të tallet me ta, dhe për ta ka dënim të dhëmshëm. Pra në surën At-Tauba, Allahu i Madhërisht i përmend këto veprime të munafikave, edhe është e rëndësishme me kuptu këtë për shkak se edhe në rrethanat tona ndodh kjo, që njerëzit pavarësisht mund me gjetë ta ngjesin, si thujnë gjuhën e popullit, një bisht, ta ngjesin do thotë një fjalë, pavarësisht çka do që të bëjsh ti. Sikurse në rastin e kësaj. Pra ata që kanë dhënë shumë, ju kanë thonë ju pe bëni për syfaqësi. Kurse ata që kanë dhënë pak, i kanë qeshë dhe kanë thonë
çka jeni të bë, ma mirë mos me dhon ose me lën për familjen juve se ju kur gjus jeni të bë. Ata për veti nuk japnin fare, ata s'kan dhon. Edhe ajo çka dihet qartë është që munafikat fare se ka mundësi edhe ata nga suefasia me ndihmu, po e kanë di veten shumë të pavarur edhe nuk kanë ndihmu në këtë rast. Në përgatitjen e betejës të Tebukut. Madje e kanë di veten një lloj denoncimi edhe një lloj largimi nga kjo kërkesë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bënte. Për këtë vërtetohet që njëri prej atyre munafikave të njohur që ka pas emrin Jad ibn Qais. Jad ibn Qais ka qenë prej munafikave të njohur me emër. Shumë prej munafikave kanë qenë njohur me emër, mirë po historia islame nuk i ka përmend, përveç disave që është ndërlidh me ta ndonjë ngjarje specifike, që kemi përmend më herët, sikurse Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, Jad ibn Qais dhe disa të tjerë që i kemi përmend në Hunain dhe raste tjera, pra janë të paktë ata që dihen me emra, jo pse njerëzit nuk i kanë ditë sahabët, një numër të tyre i kanë ditë, po për shkak të injorimit tyre dhe mos kanë pas ndonjë peshë, prandaj edhe nuk i kanë përmendur me emra. Jad ibn Qaisi ka qenë prej ensarve, pra prej medinasve, edhe kur e ka taku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "O Jad, a nuk do të vish me neve që t'i luftojmë romakët, Banul Asfar." I thuhet në pejgamberi sallallahu alajhi wasallam romakët i ka quajtur Banul Asfar, që nëse përkthejmë në shqip do të thonë fëmijët e të verdhëve. Do të thonë zakonisht në atë kohë racës bare i kanë thonë të verdhë. E keni parasysh, ata që romakët edhe të tjerë i kanë quajtur të verdhë. Dhe kjo është shprehje e arabishtes për arsye se ngjyrës që ka qenë e aftë, do të thonë ngjyra që ka qenë e bardhë kryesisht i kanë thonë edhe si verdh. Kurse ngjyrës bardh, qartë i kanë thonë pak ma ndryshe, pra jo në këtë kontekst. Prandaj edhe e ka quajtur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Banul Asfar. Edhe i ka thonë: "A nuk do të vish që ti luftosh?" Edhe ai është arsyetu duke i thonë, e përmend edhe Kurani famlar këtë pjesë në surën At-Tauba ajeti 49, thotë: "Wa minhum man yaqulu idhan li wa la taftini ala fil fitnati saqatu." Përkthimi po thotë pejgamberi Allahu i Madhreshëm për këtë rastin e Jad ibn Qaisit, pra atë që ka thonë, "Më lejo mos më dal në luftë dhe mos më shty në sprov, mos më shtit do thotë në sprov." Me një fjalë thuhet në disa transmetime se ky është arsyetu kur i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "As do të vish", ka thonë: "Unë jam një njeri që mbojnë fitnë shumë gratë, femrat me një fjalë. Dhe kështu që nëse shkoj në atë vend, dyshoj që nuk muj me bë sabër kur i shoh me një fjalë gratë e romakëve dhe vajzat e romakëve që janë shumë bukura." E ki parasysh, edhe ka thonë për shkak kësaj fitne nuk po vi. E keni parasysh arsyetimin, një arsyetim bosh, po vetëm për ligj veten e tij për mos me marr pjesë në këtë betejë. Prandaj edhe Allahu i Madhreshëm e përmend thotë, dhe prej tyre ka që thonë: "Na lejo, pra na jep leje mos me dalë në luftë dhe mos na shtin fitne." Mos na bë fitne që me shku në atë vend për arsye se ka mundësi që bëjmë diçka jo të mirë. Mirë po Allah xhalla wala thotë: "Ala fil fitnati saqatu", që kuptimi por ja që ata kanë rënë vetë në sprov. Pra ajo që kanë bë ata është sprov, e jo ajo që po mundohen me arsyetu veten e tyre, "Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin", dhe po thot Allahu i Madhërisht po e përmbyll këtë ajet dhe me siguri xhehenemi do t'i përfshi mohuesit, pra ata të cilët kanë mohu. Pra ky ishte pra ajeti që i qet në shesh qëllimet edhe pretendimet dhe arsyetimet e tyre, edhe që shtam pak më heret, pra njeriu mundohet me arsyetu veten, edhe e ka përmend edhe këtë arsyetim bosh, edhe se si e ka quajtur si lloj sprove këtë arsyetim të tij, në fakt edhe kjo çka ka bë ai, pra mos prezantimi është në fakt fitnë në cilën ai ka ra, edhe për të cilën do të jap llogari para Zotit Madhreshëm.
Allah pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj kur ai ka arsyetu, pra nuk ka insistu, pra e ka lënë ashtu. E ka lënë ashtu, thuhet në disa transmetime që për mja hjeshu vetës edhe arsyetimin e vet ka thonë do të ndihmoj me pasuni. Mirë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka kërku, pra nuk i ka kërku, e ka lënë ashtu edhe ai nuk ka ndihmu. Kështu ka qenë qasja e munafikave në përgjithësi, pra në çështjen e Tebukut, edhe që thash pak më herët, ndoshta në disa rrethana kanë tentu mos mundo pe grupit të muslimanëve. E keni parasysh. Pra në disa veprime të mëhershme kanë marrë pjesë, kanë qenë ma pozitiv, me thonë kushtimisht në aspektin praktik, edhe pse në zemrat e tyre ka pas kufër, kurse në këtë rast shumë qartë ka qenë mos angazhimi i tyre dhe mos pjesëmarrja e tyre. Pra kanë dalë në shesh shumë haptas. E keni parasysh. Edhe kjo nuk i ka ba ata më u friksu. Madje kanë ndi veten edhe një lloj privilegje se na nuk jem të marr pjesë për arsye se kjo çka po bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk është e drejtë. E keni parasysh. Edhe për ata edhe Allahu i Madhërisht i përmend këta në surën në surën Tauba kur thot farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf rasulillah. Përkthimi u gëzuan ata që mbetën mrapa, është për qëllim munafikat për të qëndruar në vend, do thotë mos me marr pjesë së bashku me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kundër vullnetit të dërguarit të Allahut, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim, dhe ata e urrejtën që të luftojnë me pasuritë dhe jetët e tyre në rrugën e Allahut të Madhërisht. Ata thanë wa qalu la tanfiru fil harr, dhe ata thanë mos dilni në këtë vap. Faktikisht jo që ata për veti asesi nuk e kanë pas për qëllim e marr pjesë, edhe nuk kanë pas kurfar iniciative, po në fakt edhe kanë tentuar mi shty edhe tjerë të mund dalë me thonë ku jeni të shkuën këtë vap, a jeni në veti ju çka jeni të bë, edhe po thot Allahu i Madhërisht thuaj atyre qul naru jahannama ashaddu harra, thuaj naru jahannam ashaddu harra, thuaj se vërtet zjarri i xhehenamit është edhe më i nxehtë law kanu yafqahun, nëse ata janë të njerëz që kuptojnë. Dhe kështu i ka qortu Allah i Madhërisht në këtë ajet, pra me këto tentime edhe qasje që kanë bë, dhe kjo ka qenë pra një situatë pak më ndryshe që munafikat kanë qenë më ashiqare në dyftyrsinë e tyre, për dallim në raste dhe në situata të mëhershme, pra kanë qëndru, kanë insistu, megjithse kanë tentuar edhe me arsyetu veten e tyre kur kanë dalë para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me këso arsyetime boshe, sikurse që ka qenë me Jad ibn Qaisin. Mirë po, kjo ishte do thotë rasti me munafikat në përgjithësi. Nënën e besimtarëve të sinqert e kemi përmend edhe herën kur kemi përmend organizimin edhe thirrjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është që vërtet një numër i tyre kanë qenë prej atyre që kanë insistu edhe kanë lutë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe kanë qenë prej atyre që vërtet kanë pas qef me marr pjesë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mirë po në fund pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është arsyetu, s'ka gjetë me çka mi financu, as deves ju ka gjetë, as ushqim, as veshmbathje, as armatim, as kur gjë, kështu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë nuk mund mi u marr me vete, edhe këta janë njoft në terminologji janë quajtur bekaun, që nëse e përkthejmë në shqip janë ata të cilët kanë qajt. Për shkak të kësaj përgjigje që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po Allahu i Madhërisht edhe këta i ka përmend në Kur'an në surën At-Tauba ajeti 92, wala 'ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi. Thot vërtet nuk e kanë gjunah edhe ata të cilët kanë ardhur te ti edhe kanë lyp prej teje, pra me çka me i dërgu ata, ju ke thonë atyre ti, nuk kam me çka me ju bart. Pra s'kam, nuk kam mundësi. Edhe qa bëhet, tawallau wa a'yunuhum tafidu min ad-dam. Ata janë kthy mrapa edhe janë largu prej teje, kurse sytë e tyre
kanë rrjedh lot duke qajt për shkak të kësaj pamundësie. Pra kështu kanë vujt, edhe thuhet në disa transmetime që numri I tyre ka qenë 12, 13, 15, këta kanë qenë që s'kanë mujtë me marrë pjesë, kanë dasht, kanë insistu, kanë tentu, po në fund nuk kanë mujtë edhe kanë mbet në Medinë, nuk kanë marrë pjesë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E për këta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot me një rast gjatë udhimit, e përmend në hadithet e sakta, ju thot sahabëve që kanë qenë së bashku, thot vërtet ka prej njerëzve, prej juve disa shokë që I keni lanë Medinë, nuk ka lugin që ju e keni kalu, as udhtim që ju e keni ba gjatë këtij Tebukut, e ata mos të kenë qenë me juve edhe mos ta kenë marrë shpërblimin nga ju. Do thotë në shpërblimin së bashku me juve. Edhe sahabët janë çudit, ka thonë, o dërgumi I Zotit, ata tunajt Medinë e kanë sevapin sikur na këtu me këto vështërsi që po ballavaçohemi, ka thonë edhe ata kanë të njëjtin shpërblim sikurse ju. Edhe është për qëllim për këta njerëz, bekaun, pra këta që kanë qajt, kanë tentu, kanë insistu, kanë pas qef me marr, po nuk kanë mujt, edhe kanë qenë të arsyetuar, edhe prandaj e kanë edhe shpërblimin e njëjtë sikur me marr pjesë. Edhe këso raste ka hadithe të shumta, edhe për neve si besimtar, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë nuk ka një njeri I cili ka agjëru ose ka fal namaz nate, edhe nëse ka ndodh ka udhtu. Pra e ka pas një praktik në jetën e tij që me fal gjithë namaz nate, ose ka pas praktik gjithmonë me agjëru tanet ajte ose një ditë po ose një ditë jo e kështu me radhë, edhe I ndodh me udhtu. Gjatë udhtimit nuk agjëron. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë atij I shkruhet shpërblimi sikur me agjëru edhe sikur me fal namaz nate. Pse? Domthon qëllimi I tij, synimi I tij, njeti I tij ka qenë kështu. Po ka ardhur situata e jashtëzakonshme, shpërblimi nuk I hub. Dhe kjo është domthon në çdo praktik, prandaj është e favorshme për besimtarin me pas parasysh kontinuitetin e vepra të mira, për arsye se e ka këtë avantazh. Kjo është do thot ajo shpërblimi edhe vlerësimi që ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndaj këtyre bekaunëve, pra të cilët nuk kanë arrit me marr pjesë, por shpërblimin e kanë marr sikur me marr pjesë së bashku me ata udhëtarët që kanë shku për në Tebuk. Prej ngjarjeve që përmenden gjithashtu me ndodhit e pjesëmarrjes, respektivisht mos pjesëmarrjes, është edhe ngjarja me një person që ka pas emrin Wathila ibn Asqa. Wathila ibn Asqa ka qenë një prej banorëve të Medinë ka ardhur e ka pranuar Islamin, po ka qenë shumë fukara, s'ka pas mundësi edhe ky munis, edhe kur kanë nis e keni parasysh përgatitjet kanë qenë një kohë e caktuar që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thirrë dhe njerëzit kanë dalë, kanë ble, kanë secili është përgatit, edhe thot edhe ky është mundu me bë ndaj zgjidhje, ka dalë në pazar, o mundu me gjet, kur gjus ka mujt me bë. Edhe çka I kujtohet një mendim edhe një propozim që ja u bën disa prej ensarëve që do të fillojnë udhimin. Çka I thot atyne? Ju thot atyne qëre, ka thot, ja keni parasysh kur kemi përmend që në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam disa herë kemi përmend këtë, ushtria e rregullt nuk ka pas rroga sikurse tash. Ushtria, policia që po shpagimi I atij mbrojtjes ose marrjes pjesë ka qenë nga pasuria e preja e betejës apo luftës që e fitojnë muslimanët, ajo ndahet, apo edhe kemi thënë ndarja është shumë e qartë që nëse merr pjesë individualisht e ke një hise, nëse merr pjesë me kali ose me deve I ki sa 2 hise ma shumë. Domthon 3 hise të bëhen. 1 hise ti edhe 2 hise kali ose deve, apo? Edhe kjo ka qenë edhe e njohur në atë kohë, edhe shpjegohet në librat e fikut në përgjithësi, e Wathile që ka thonë, ka shku edhe ka thirr, ka thonë, kush po merr mu me devën e tij, që mi bashkangjit edhe me shku me devën e tij, unë pi Allah hisën tem që më takon. A e keni parasysh që nëse marr prej pasurisë së luftës, atëre atë sasi që do ta marr, se marr për vete ja la atij që më ka marr me vete. Do ma ka ofru shërbimin e me shku me devën e tij.
Edhe një prej ensarve, kur e dëgjon këtë lajm, i afrohet, thot, a ti je ai që po lyp kështu? Thot po. Thot hajde se unë po të marr. Domthonë me çat marrveshje. Edhe ky bëhet së bashku me të, edhe bajnë udhimin, po kuptohet udhimi bëhet herë i hyp devës ky, herë ai tjetër duke u ndru derisa kanë arrit atje dhe kanë marrë një sasi të prejës së luftës, jo prej betejës të Tebukut, se e keni parasysh se në Tebuk nuk është zhvillu beteja, po? E kemi përmend këtë. Ka qenë sprovë për muslimanët në përgjithësi, mirë po është fitu një pasuri, do ta shpjegojmë kur vim atë, dhe kur është kthy ky Wathile, edhe ju kthy musliman, edhe kur ja ka da pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hisën e tij, i kanë ra 6 deve. Pasuri e prej e luftës, këtina Wathile. Edhe ky i ka marrë ato 6 devet, edhe ka shku te ky ensariu. Në disa transmetime thuhet që kur e ka përmend këtë ensarin, ka thonë për Zotin nuk njoh ndonjë njeri që më ka bë hizmet më shumë gjatë këtij udhimi. Wathile thot. Domthon ky ensaria çaq i ka bë hizmet, se ka konsideru shërbëtor apo diçka tjetër, po i ka bë hizmet sikur më kanë, pra nuk kom pa ndonjë bashk udhëtar më të mirë sikur se ai ensariu. Thot, edhe kur ka përfundu lufta, e ku marrë do thot atë sasin ganimes, do thot prejës së luftës, plashkës luftës, thot i ku marrë ato 6 devet, edhe ju më shku të shtëpia e ensarit, e ku më thirr, ka thonë, o ti filan, ka dalë ai, ka thonë, kjo është ajo hisja që më ka taku mu, edhe që jena marrë vesh me ta dhon ty, edhe ta kumpru. Edhe ky ensariu del, edhe thuhet se ulet ato afër, thot hajt ta kqyri çka ke marr, sa ke marr. Edhe ai ja bën devet, edhe i kqyr, kalojnë devet, edhe ky i kqyr, vallahi thot devet mira i paske, edhe thot Allahu qoft bereqet në to, edhe merr i çej te shtëpia. Thot këtu devet janë të mia, thot devet janë tuat, për arsye se çështjena marr vesh. Thot unë e di, po pe fillimit këtë njetë e kum pas. Se kum pas njetë me ta marr hisën tane, po këtë njetë e kum pas që ty me t'i falë ato deve, mirë po e kom hesh derisa të realizohet kjo. Edhe ja jep ato devet, edhe ai e falenderon, edhe kjo është veprimi edhe ngjarja që përmendet ndërmjet Wathile ibn Asqa edhe këtij ensariu në betejën në ngjarjen e Tebukut në përgjithësi. Pra, këtu ishin disa ngjarje që ndërlidhen edhe me munafikat, edhe me sinqeritetin e sahabeve në nivelet më të larta, prej personave që gjithashtu përmendet në këtë betejë si pjesëmarrës ka qenë edhe Abu Darda, nuk e dija e kom përmend, më duket që kom përmend vetëm si emër, po edhe me të është një ngjarje, po e shpjegoj apo po e përmendja dha atë ngjarje. Ngjarja është se Abu Darda edhe ai në fillim nuk është nisë së bashku me muslimanët në betejë, domthonë në udhtim, o nis pak më vonë. Mirë, po kur o nis, nuk dihet qartë a e ka pas devën e smur, apo s'ka gjetë devën në atë moment për munis, apo çka ka ndodhur me të, po e ka fillu udhimin edhe e ka bë shumicën e udhimit në kam. E ka marrë atë gjanë që ja qesin devet, ato gjëra që i qesin, i ka marrë vetë në shpinën e vetë edhe ka fillu udhimin, në disa kanë thonë që i ka vdek, apo i ka smu devja në rrugë, edhe ka marrë atë edhe onis, edhe kur ka ardhë, i ka mërri musliman 3-4 ditë ma vonë. Do më me vones. Edhe kur e kanë pa një njëri duke ardhë nga largësia, kanë thonë kush mundet me kanë kënë këtë shkretin që është të ardhë veç vetë, edhe pejgamberi sallallahu ka thonë kun Abu Darda, që i bjen shqip, do më ti je apo bëhu Abu Darda. Edhe faktikisht Abu Darda ka qenë kur është afru, e kanë pa që është Abu Darda, pejgamberi sallallahu e ka qellu me një fjalë, ka qenë edhe një paralajmërim, edhe prej, mundet me qenë edhe frymëzim prej Allahut Madhërisëm, edhe kur është afru, pejgamberi sallallahu e ka thonë një fjalë për të, ka thonë ky është njeriu i cili ka udhtu vetën, do të jetoj vetëm edhe do të vdes i vetmuar. Pra ja ka përmend këto 3 cilësit, edhe është bashkangjit pastaj me muslimant, edhe ngjarja e tij tregohet se ka qenë një njeri ndryshe nga sahabët tjerë. Pra se cili ka pas karaktere edhe sjellje, edhe sahabët nuk kanë qenë të gjithë njëjtë, nuk kanë qenë njëjtë edhe në sjelljen, karaktere sene. Abu Darda ka qenë një njeri
shumë i devotshëm, po pak ka qenë i vrazhd në raport me të tjerët. E keni parasysh, nuk ka qenë sikurse pra ka qenë pak i vrazhd, edhe nuk ka mujt me bë bashkë me gjithkon. E keni parasysh. Edhe për këtë shkak, në fakt, masi që ka ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë shumë asket, shumë ka qenë zahid, pra nuk ka qenë i dhanë mas dynjas fare, dhe kur muslimanët janë pasunu në kohën, posaçi në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, edhe në kohën e Uthmanit, nuk është pajtu me këtë nivel të pasurimit të sahabeve, posaçërisht. Edhe i ka qortu vazhdimisht. Vazhdimisht, nuk është pajtu. Ai vetë e ka pas, do thot, një qasje që njeri nuk do të me majt pasuni, vetëm se ajo që ai vyn për një ditë. Nuk ka majt në posedimin e tij më shumë se sa mundet me posedu vetëm për një ditë. Derisa s'ka mujt mu adaptu me atë qasjen në Medinë, derisa Othmani ka preferuar që me lshu Medinën, edhe ky e ka lshu Medinën dhe thuhet që ka jetu veç vetë me familjen e tij edhe me një hizmetçar në Shkretin. Ashtu ka jetu. Edhe kur ka ardhur momenti i vdekjes, në kohën e Othmanit radhiyallahu ta'ala anhu, kur ka ardhur momenti i vdekjes, ajo gruaja e tij ka fillu mu anku. Zakonisht gratë i ka panika, thotë, çka ku me të bëhen e ty tash? Kush ka me ta sjell vorrin mas pari ty? E kush ka me ta fal xhenazën ty? E keni parasysh tash çka me të bë, edhe Abu Darda thotë, o ti gru, thotë, mos u bë marak. Thotë, çat moment që vdes unë, e kap xhenazën, e pështjell me shefin, edhe delte rruga ku kalojnë karavanet. Edhe thot aty pret. Thot ku me prit, në çfarë faze, as nuk është kohë e haxhit, as nuk është kohë e tregti. Kush ka me kalu anej që unë me prit aty, sa do të me prit, nashti me javë do të me prit derisa të kalon dikush. Atëherë thot mos u bë marak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kam dëgju, edhe nëse ai i cili është i sakt dhe fjala e tij është e sakt, do ta bëj që dikush të kaloj aty, për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë për mua që do të vdes i vetëm, edhe do t'ja falin xhenazën. Pra, ashtu siç e ka kuptu ai, domthon disa kalimtar në një formë. Edhe ashtu vepron edhe gruaja e tij, e merr e shefinos, edhe e çojnë, do thot, tek vendi ku kalojnë karavanet, e pas një kohe kalon një karavan. Edhe shohin këtë gru me xhenazë të shtrim, thot kush o ky burr? I thonë që është Abu Darda. Ajo gruaja e tij thot Abu Darda, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka vdek e duhet m'ia fal namazin e xhenazës. Në mesin e tyre ka qenë edhe Abdullah ibn Mas'udi. Abdullah ibn Mas'udi thot për Zotin, thot kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ky njeri ka ecë vetën, pra ka jetu vetën edhe ka vdekur i vetëm, edhe thot unë po e dëshmoj që e ka thonë saktën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka ndodhur ashtu, edhe ja kanë fal xhenazën, e kanë varros, edhe kjo është domthon ngjarja që ka ndodhur me Abu Dardan. Ngjarja tjetër që ndërlidhet gjithashtu me Tebukun është Mesjidu Dirari, domthon xhamia e përçamjes, me thënë, apo xhamia e dëmit. Dirar në gjuhën arabe është diçka që të bën keq, diçka që të bën diçka që dëmton. Xhami e përçamjes është quajtur për arsye se ka qenë një njeri e ka pas emrin Abu Amir ar-Rahib. Këtë njeri e kena përmend dikon. Nëse ju kujtohet, atëherë edhe këtu ka shpërblim lavdim. Kujti kujtohet Abu Amir ar-Rahib, e kemi përmend, është prej Medinasve, se nuk është që i ka pranuar Islamin që me quajt Ensar. E kemi përmend në një rast, ky ka qenë prezent. A e dini ku e kemi përmend? Abu Amir ar-Rahib ka qenë prej Khazrejit, edhe prej kryeplaku i fisit Khazrej. Ka qenë shumë i njohur, shumë i respektuar, fisi i tij e kanë vlerësuar jashtëmase. Edhe ky, prandaj edhe kanë quajtur ar-Rahib. Rahib në gjuhën arabe është kur është murg njeri, që ka qenë edhe ka pas një lloj asketi në veten e tij, edhe kështu e kanë quajtur. Pra kanë pas respekt jashtëzakonshëm ndaj tij. Kur vjen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë edhe e pranon Islamin fisi i tij, ky e nin veten shumë
përjashtum apo të anashkalum, edhe këtu lun shejtani me të, edhe kur takohet me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nuk e pranon islamin. E refuzon islamin, edhe edhe shkon në Mekë edhe i bashkangjitet me kasve. Rrin bashk me kasë deri në betejën e kujt? Uhudit. Në betejën e Uhudit këtu e kemi përmend, kur radhiten safat e muslimanëve dhe safat e jo besimtarëve për me bë betejë, i thot Ebu Sufjanit kjo, thot, më lejo dal une edhe të flas me fisin, se ata kanë respekt ndaj meje edhe muj pak me i zbut edhe me i ba domon që mos me zhvillu, domon mi largu ensart prej safit të muslimanëve. Edhe Ebu Sufjani thot, që shtu njeve na vjen dikush, thot hajde fol me ta. Edhe ky kur del edhe fillon me livdu veten, çfarë respekti keni pas ndaj meje, çfarë roli kum pas unë jam i dhe, edhe fillon mi thirr, mirë po ata fillojnë me fol keq për të, ka thonë ti je mashtrues, ti do thot ka mashtru, edhe në vend që me quajt Ebu Amir al-Rahib, i thonë Ebu Amir al-Fasiq. Edhe kështu e ka marrë pastaj epitetin që është për qëllim mëkatari ose jo besimtari. Edhe e nënçmojnë shumë, sa që ai e nin veten shumë turpnum para me kasve, edhe tërhiqet, edhe mu nuk banon në Mekë mas betejës Uhudit, po shkon në Damask, edhe atje e pranon krishterizmin. Bëhet i krishter, edhe i afrohet romakëve. Edhe thuhet që romakët e afrojnë afër veti, për arsye se ka qenë njëri, edhe ju e keni parasysh në njerëzit kur kanë interesa, ka ardhur njëri prej një rajoni që dojnë me di se çfarë është duke ndodhur, prandaj edhe afrojnë, thuhet që ka depërtuar shumë lart tek romakët, edhe ky Ebu Amir al-Rahib ose al-Fasiq dërgon letër te munafikat e Medinës. E keni parasysh kush kanë qenë Abdullah ibn Ubej ibn Seluli e të tjerët, edhe i thot, bëjeni një vend ku do takoheni ju. E keni parasysh, ju munafika tash me bë një me thon klub ose në një vend takimi, që ku pas kohë takoheni ju, edhe ajo me kanë do thot epicendra që me i bë rivalitet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Medinë, dhe ky ka me qenë vendi i munafikave. Edhe këta vendosin me bë një xhami në mahallën, me thonë kushtimisht, të këtij Ebu Amir al-Rahib, atina, edhe fillojnë me ndërtu. E ndërtojnë atë xhami komplet, e kryjnë atë xhami komplet, me faktikisht në gjatë kohën që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kërku pare për me financu Tebukun, këta kanë ndërtu xhamin, edhe e kanë rregullu xhamin, edhe Abdullah ibn Ubej ibn Seluli ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë, o i dërguar i Zotit, ka thonë e kemi marrë një xhami, kjo xhami ka qenë afër Kubas. A keni parasysh afër Kubas, inshallah kur udhtojmë në Medinë, do ta shohim ku është Kubaja. Kubaja është xhamia e parë që ka ndërtuar muslimanët në hijrat, para se me ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ka qenë afër, shumë afër ka qenë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, pse me ndërtu aty nuk ka nevojë, arsyetimi i tyre ka qenë nëse ka shi, nëse ka pleq, s'po mujnë me shkuë, dojnë me falë, do thotë afër mahallës tyne, kjo ka qenë pretendimi, po këtë synimi ka qenë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shku mi falë 2 rekate aty edhe me bën një farë lloj legjitimimi, me thon kushtimisht xhamis, pastaj ata me fillu misionin e tyre të përçamjes së muslimanëve. E keni parasysh. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, tani nuk kam kohë, se jemi duke u përgatitur për në Tebuk, kështu që kur kthehen prej Tebukut, vi edhe e fali namazin. Edhe kështu mirën vesh. E keni parasysh. Edhe lihet kjo punë. Mirë po, gjatë kthimit zbriten ajetet ashiqare që Allah i Madhreshëm i denoncon ata edhe i zbulon ata se synimi i tyre ka qenë përçamja edhe dëmtimi i muslimanëve, prandaj edhe e ndalon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me shku edhe me marr pjesë edhe me fal namaz në atë vend. Edhe ka zbrit ajeti ku thot walladhina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Përkthimi po thot
edhe ata që ngritën një xhami për Mesjidin Dirarën, domthonë për me synim të dëmtimit dhe të mohimit dhe të ndarjes apo përçarjes mes muslimanëve dhe për të bërë bazë për ata që kanë luftuar kundër Allahut dhe të dërguarit e tij. Pra Allah i Madhëruar i ka detektu edhe i ka shfaq synimet e brendshme të tyre që kanë pas në zemrat e tyre, që synimi i tyre ka qenë përçamja, luftimi i Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe dëmtimi të muslimanëve në përgjithësi. Prandaj edhe Allah i Madhëruar i thot wala taqum fihi abadan, kur mos u fal në as xhami, la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin, xhamia e cila është ndërtu mbi takva që nga dita e parë është për qëllim xhamia e Kubas. Po ajo është vendi i merituar ku duhet mu fal, e jo xhamia e përçamjes, ajo që kanë tentuar me ndërtu edhe mu fal munafikat aty. Dhe ky ajet pra i nxjerr në shesh synimet e tyre, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam urdhëron me njëherë si të kthehen Amar ibn Yasirin edhe një grup të muslimanëve me shku edhe me rënu atë xhami. Edhe rënohet ajo xhami, edhe pra humben edhe shpresat e këtij Ebu Amir ar-Rahib që me bën një vend në Medinë që ai me kriju do thot një lloj organizimi, ashtu si shpjegohet, synimi i tij ka qenë që me bën një lloj organizim, një lloj grupimi të munafikave, të cilët kanë synu që nëse vinë romakët edhe e sulmojnë Medinën, që ata me pas një lloj përkrahje edhe nga brenda që me arrit me mposht Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po kjo dështon edhe nuk arrihet, edhe shkatërrohet edhe synimi i fundit synimi i ndërtimit të këtij mesxhidi të dëmshëm nga ana e munafikave, edhe kjo ishte pra ngjarja e fundit të cilën do ta shpjegojmë sot. Inshallah javën e ardhshme vazhdoj me pjesën apo me ngjarje tjera që ndërlidhen me Tebukun. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.